A e dini se rigoni është një nga antibiotikët më të fuqishëm natyral? Bima oregano përmban përbërës shumë të fortë të cilët ndihmojnë në luftimin e baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Rigoni mund të përdoret në dy mënyra natyrale, si çaj dhe si vaj. Së pari, çaji i rigonit. Shtoni një lugë çaji rigon të thatë në një filxhan me ujë të nxehtë. Lëreni të qëndrojë 5 deri 10 minuta, pastaj pijeni sa është i ngrohtë. Mund të pini 1 deri 2 filxhan në ditë për të forcuar imunitetin dhe për të ndihmuar trupin të luftojë infeksionet. Së dyti, vaji i rigonit. Vaji i rigonit është shumë i fortë, prandaj duhet gjithmonë të hollohet. Përzjeni 1 deri 2 pika vaj rigoni me një lugë çaji vaj ulliri ose vaj kokosi dhe merreni 1 deri 2 herë në ditë. Shpesh përdoret për të ndihmuar trupin gjatë ftohjeve, infeksioneve të fytit ose problemeve kërpudhore si candida infekcion. Por mbani mend, vaji i rigonit është shumë i përqendruar, prandaj mos e përdorni kurrë të pastër dhe mos e përdorni për periudha të gjata. Ndonjëherë ilaçet më të fuqishme gjenden pikërisht në natyrë.